Rreth 120 kg drogë të llojit marihuan janë kapur në një autobus që kishte hyrë nga Shqipëria në Kosovë mëngjesin e së premtës. Krahas konfiskimit të kësaj sasie të drogës, aksioni i doganës në bashkëpunim me institucionet e sigurisë, ndjekjes dhe inteligjencës rezultoi me arrestimin e vozitësit të autobusit. Njësitë antikontraband të doganës së Kosovës në orët e hershme të mëngjesit ka ndalur një autobus në autostradën Ibrahim Rugova, cili udhëtonte nga Shqipëria drejt Kosovës pa pasagjer. Mjeti është shoqëruar për kontroll të detajuar në objektet e doganës në Prishtinë. Gjatë kontrollit përfshir përdorimin e qenve nuhatës të dhuruar nga organizata gjermane GIZ, si dhe pajisjeve profesionale të ofruara nga programet e qeverisë së SBA-s, është zbuluar një sasi prej rreth 120 kg narkotik të llojit kanabis. Një pjesë e drogës konfiskuar, të cilën mund ta shihni në pamje, ishte fshehur në hapësirat nën ulset e autobusit. I arrestuari dyshohet për kryerjen e veprës penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge. I dyshuari BK është ndaluar në rajonin e Prishtinës dhe në autobusin që po e drejtonte i është gjetur dhe sekuestruar një sasi e substancës narkotike që dyshohet të jetë rreth 120 kg. Hetuesit nga Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik së bashku me Prokurorinë Speciale janë duke i ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe ligjet në fuqi. BK me vendim të Prokurorisë Speciale është ndaluar për 48 orë. Mjeti i destinuar për bartjen e udhëtarëve, por që u përdor për transport droge, qëndroi për disa orë në terminalin doganor në Prishtinë, ku zyrtarët e shtetit kryen shikimet dhe hetimet e nevojshme.